Vrasja e të riut me armë në zonën e Freskut arrestohet pas disa muajsh në kërkim autori. Specialistët për hetimin e krimeve të rënda ekzekutuan urdhrin e prokurorit për ndalimin e shtetasit KC i shpallur në kërkim për veprat penale vrasje me dashje mbetur në tentativë, si dhe për mbajtjen pa leje dhe prodhimin e armëve, armëve shpërthyese dhe i municionit. Shtetasi KC, 27 vjeç, i njohur gjithashtu si KS dhe KL, u arrestua pas një periudhe kërkimi. Dyshohet se në 2 gusht 2025 në rrugën Thoma Filipeu, në zonën e Freskut, ai ka qelluar me armë zjarri ndaj shtetasit JA, duke plagosur atë të rënd. Pas hetimeve intensive dhe përpjekjeve për të lokalizuar autorin KS, u arrestua dhe do t'i nënshtrohet procedurave ligjore për veprat penale për të cilat akuzohet. Njoftimi, specialistët për hetimin e krimeve të rënda ekzekutuan urdhrin e prokurorit për ndalimin e shtetasit shpallur në kërkim për veprat penale vrasje me dashje mbetur në tentativë dhe mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve shpërthyese dhe i municionit. KS alias KC, alias KL, 27 vjeç, pasi dyshohet se në datë 2 teti 2025 në rrugën Thoma Filipeu ka qelluar me armë zjarri shtetasin JA.